Profesora atëherë Liberal demokracinë e Ibrahim Rrugovës, me moj shkollën gjallë, me mësim, pa kur farë kompenzimi, u konë për te sakrificës. Kështu që po, admirim për atë pjesë, po me qitë pi klasës, ato se harroj kur. Po une, më ka pytë që ta e bojmë për publikun, ka qenë profesori kushtetutës. Ta shë kuptova edhe atëherë, në mesën. Kur plot se kanë ditë, do më ka njoftë autoritetet dhe ka qenë legalist. Por për shkak bindjeve politike, e ban pyetjen të cilat janë institucionet. Po flasëm për para lufte. Si do thoshte Kryesiu, gjithçka ka qenë e qartë kushtetutshmërisht edhe legalisht edhe me kushtetut dy korikut, jo me kushtetut atjera, edhe tjetër ke qenë liberal demokratik e ke dorë të Ibrahim cilat janë institucionet me renditjet nga në Kosovë, unë ja kam nis nga presidenti, po edhe mënyrë që ta provokoj pak profesorin Kryesiu, kam thënë kryetari i Republikës së Kosovës është doktor Ibrahim Rrugova, zoti Kryesiu vish ma ka bërë diljasht. Në nos më ka prekt. Nos më ka prekt. Gjithmonë sa në të këshia e qëllon. Për me në mësu Zoti Kryesiu, mirat edhe mos me qëllu, se të mirat janë kryesisht lotari, bosh i posun. Të kësia do të me qëllu që me alarmu shoqnin, mos me i lojtë që kari. Po shtohuna me ty. Apo mënin? Po i tohuna me ty. Tash po të një. Do se kemi vendosur tani speaker. Që ndodhë sot Kuvendi i Kosovës për ndryshe krahas këtij momenti shumë interesant, të cilin e gjejmë vetëm në komunikimin e sinqert që e bëjmë këtu në Politico. Momentet më interesante dhe më kritike të kësaj përpjekje të katërt të Kuvendit të Kosovës nëpërmjet kronikës. E ndjekim bashkë. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës për herë të katërt përfundoi pa epilog. Në një skenar që bëhet tashmë rutinë parlamentare, as kjo e hënë nuk solli zgjedhjen e krye parlamentarit. Pas dështimeve të së martës dhe shtunës, edhe sot nuk pati asnjë ndryshim. Vetëvendosja nuk e ndryshoi kandidaturën për kryetare të Kuvendit, duke insistuar sërish në emrin e Albulena Haxhiut, por opozita dhe këtë herë bëri të qartë se votat për të nuk do të japë. Në përballje me të njëjtin mur të numra, Vglau Njufsa kërkoi kohështesë në përpjekje për të shmangur një dështim të pestë. Ne, zoti kryesues, kërkojmë një kohështesë që të mos përsëritet situata e njëjtë të cilën e patëm 3 herë. Kryetari i Partisë